me lëkurat e bananeve, një masazh i mirë i fytyrës, do mos kur ajo është e pjekur mirë, një sfolim shumë i mirë i lëkurës, për ta mbajtur atë të butë, të ushqyeshme, dhe më pas e shpëlani. Po ashtu i thani, vendosni tek lulet, tek bimët, tek perimet që keni në obor apo në balkon, dhe mos e hisni lëkurën e bananeve. Për t'i shkëlqyer këpucët gjithashtu, Dhe jo vetëm, unë do kaloj te profesioni si me bie. Në atë fillim me kuvajza filloi profesionin e saj, si tatuazhiste, po. Ishin disa lëkura. Kur ne nuk e kishim mundësinë t'i merrnim atë lëkura, sepse duheshin lëkura shumë, atëherë çfarë bënte? Merrte lëkurën e bananes dhe e punonte në pjesën e lëkurës nga jashtë. Për të bërë ato provat e para eksperimentuese. Kështu që mos i hitni. Kështu, kemi dhe këngën e Dash Nordikos me bananën. E pra po gabuj, e hodhin tokë dhe rëshkiti vajza.